A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin, paqja qoftë mbi dërgumin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Është kënaqësi e veçantë që ta përjetojmë këtë festë, e cila është festë e gjithë muslimanëve dhe gjithë njerëzve në përgjithësi, të cilët e besojnë Zotin, dhe ne duhet sigurisht që të adhurojmë Zotin dhe të jemi prej atyre që thot Zoti në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazim, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë për Zotin. Të gjithë kontribuesve që kanë kontribuar në prerjen e kurbanit, në angazhimin e kurbanit, Zoti u shpërbleft me të mira inshallah, dhe i dhash gjithat mira në këtë botë, në botën tjetër, si çdo vit në faqen Islami dhe Shkenca, dhe në faqet tona në internet kemi bërë donacionet dhe Zoti u shpërbleft, mishi do të shpërndahet dhe me literaturë islame së bashku. Unë jam një vëlla juaj, Imam Arbi Berisha, ligjëratat tona e keni në internet. Ju faleminderit edhe një herë, Zoti ju shpërbleft dhe gëzuar dhe me hajër festa e Kurban Bayramit. Zoti ju shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në fshatin Mujan, do të thotë jemi dita e Kurban Bayramit, do të thotë pas faljes namazit Bayramit, tash do të prejmë kurbane këtu. Fal ndihmës besimtarëve që kemi qitë edhe në faqen Islami dhe Shkenca Lindje Perëndim. Inshallah tash do t'i thejmë disa kurbana këtu, siç pëlqeni tash, domthonë vetëm sa kem filluar prerjen e tyre. Edhe ju falenderoj gjithë ata të cilët kanë shpreh dëshirën me ndihmu për me prej domethënë kurbane, me çuni sunet në vend, sepse Kurban Bayrami domethënë e ka atë do thot adhurimin e vet që me bë kurban për Zotin, sepse nuk shkon as mishi as gjaku, por bindja dhe adhurimi dhe Zotit, sepse Zoti thot në Kur'an, Kul inna salati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pra thuaj, namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime, çdo gjë është për Zotin. Unë jam një vëlla juaj, Imam Arbi Berisha, ligjëratat tona i keni kudo në internet. Jemi këtu me disa vllazëni musliman, duke për kurbanin. Zoti ja paguft me të mirat e juaja. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Faleminderit. Wa aleikum selam.